të adresuar disa çështje që u ngritën nga përfaqësues të grupeve parlamentare, sa i përket raportit të FMR-s, nderuar zotëri Hamza, po e vërtet që vitin e kaluar rritja ekonomike është përllogaritur ki 3.6%, por kjo, edhe sipas raportit të konfirmuar, është për shkak të mos funksionimit të plot të institucioneve. Siç e dini, pra vitin e kaluar, për gjatë gjithë vitit, Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk ka qenë në funksion efektiv dhe ka pamundsuar shumë prej reformave e madje edhe miratimin e shumë prej marrëveshjeve ndërkombëtare që do t'i jepnin impuls shtesë ekonomisë së vendit. Sa për krahasim, në vitin 2018, kur ju keni qenë ministri i Financave, pa asnjë krizë me parlament funksional dhe qeveri funksionale, rritja ekonomike ka qenë veç 3.4%. Pra më e vërtet se sa ne që kemi pasur kur ka pas kuvend jo funksional. Sa i përket pagave, u tha që nuk janë rritur e pavërtet gjithashtu, pra në sektorin publik pagat janë rritur 45%, duke mos llogaritur këto dhe pagat e 13%. Pra që sa po është dërë, dhe ka që paga minimale nga niveli 170 euro që e kemi gjetur, aktualisht është 425 euro dhe në korrekt të këtij viti bëhet 500 euro.